Jemi në sezonin e verës, në kulmin e sezonit të verës, dhe çfarë mund të hanim mëngjes, drek, dark, pa u shëndoshur, pa u mërzitur kurrë? Taran! Akullore. Dhe sot do t'ju sjell një nga recetat më të preferuara të akullores në shtëpinë time, nga unë dhe nga fëmijët. Bëhet fjalë për akulloren e skuqur, që kemi provuar për herë të parë në restorante të ndryshme asiatike dhe tani e bëjmë edhe në shtëpi. Më ndiqni. Për të bërë akullore të skuqur në shtëpi është shumë e thjeshtë dhe duhen pak përbërës. Si fillim, akulloria, që unë marr gjithmonë të klasiken me pana. Pastaj na duhet pan di Spanja, që mund ta merrni rul ose kështu siç e kam marrë unë. Miell, pak sheqer pluhur, fytyrës për ëmbëlsira dhe pak vaj që do të na duhet pastaj shumë më tepër edhe për skuqjen. Filloj. Të hapim pandispanjet. Ja të kemi pandispanjet, të cilat do t'i hapim në mes. Unë kam marrë të pandispanjat që janë me çokoladë, po ju mund t'i zgjidhni me shijen që keni qef. Hapim kështu. Do marrim akulloren, të gjitha. Do vendosim në qendër akulloren. Normalisht duhet kisha nga ato lugët tipike të akullores, por jeni çfarë? Nuk kam, se jemi në shtëpi. Do përpiqem me dorë që të krijojmë top, duke mbuluar me pandispanjë. Do vazhdojmë kështu dhe do t'i vendosim në ngrirje për 30 minuta. Tani, do përgatisim atë që italianët e quajnë pastella, dhe që në fakt është një brumë shumë i hollë me të cilin do të lyejmë topat tona të akullores dhe pastaj do të skuqim në vaj me shumicë. Me 200 gram miell, fryrës për ëmbëlsira dhe ujë shumë të ftohtë. Kjo është konsistenca. Kështu duhet. Vaj abondante, në italian, pra me shumicë. Do marrim topthat, kështu, dhe do t'i ngjyejmë tek pastela dhe do t'i skuqim. Hapi fundit, sheqer pluhur. Koha për ta provuar akulloren tonë të skuqur. Shikoni pak. Mrekulli.